14.000 foshnja mund të vdesin në Gaza brenda 48 orëve nëse ndihma nuk arrin me kohë, ka njoftuar Organizata e Kombeve të Bashkuara. Me 19 maj, vetëm 5 kamion të Kombeve të Bashkuara arritën të futen në Gaza, ngarkesa e parë që nga 2 marsi që kur Izraeli bllokoi territorin. Shefi i ndihmës së OKB-s Tom Fletcher e ka cilësuar këtë ndihmë si një pikuj në oqean, duke cilësuar se nevoja për ndihma në Gaza është jashtëzakonisht urgjente dhe e madhe. Ekspertë ndërkombëtar të ndihmave humanitare kanë paralajmëruar për një uri akute të afërt në një territor me 2.3 milion banor, ku bllokada dhe luftimet kanë bërë që ndihma bazë të mos arrite popullata civile. Pa një ndryshim rrënjësor dhe të menjëhershëm në qasje ndaj ndihmës, mijëra foshnja janë në rrezik të vdekjes brenda 2 ditëve, thuhet në deklaratën e OKB-s. Ndërkohë edhe Mbretëria e Bashkuar ka vendosur sanksione duke pauzuar marrëveshjen për tregtitë e lirë me Izraelin. Ministri i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar David Lammy i u drejtua: "Ne i bëjmë thirrje qeverisë Netanyahut se historia do t'ju gjykojë për bllokimin e ndihmës dhe zgjerimin e luftës. Kjo është e pafalshme dhe duhet të ndalet."